2 javë pas ekzekutimit mafios të Edmond Sulës, i cili u vra me një plumb në derën e banesës së tij në Bërzull të Tiranës, policia ka nënduar 2 pista të reja, mbi të cilat po hetohet për të zbuluar gjurmë që mund të çojnë në identifikimin e autorit. Burime bëjnë me dije se Edmond Sula ishte aksioner në një kompani të licencuar për kanabisin mjekësor në Maqedoninë e Veriut. Dyshohet se 50 vjeçari ka patur përplasje për këtë biznes me persona të tjerë. Autoritetet shqiptare pritet i drejtohen homologëve maqedona zyrtarisht për informacione me të detajuara të aktivitetit të Sulës në këtë vend. Megjithatë, deri në këtë moment nuk janë gjetur prova që pikërisht biznesi i kanabisit mjekësor në Maqedoninë e Veriut të ketë qenë motivi i vrasjes. Të njëjtat burime shtojnë se parat me fajde është një tjetër pjesë ku janë fokusuar gjithashtu hetuesit. Edmond Sula dhe familjarët e tij jepnin para me fajde tek persona të tjerë në Vorë, fushkruje të tjerë. Nuk përjashtohet as kjo si pistë, pasi ka dyshime se për shkak të borxheve të pashlyera, Sula mund të ketë patur përplasje me persona të tjerë. Megjithatë, pista sa i takon shitjes së pronave ku Sula kishte rolin e sekserit nuk është përjashtuar nga blut, as konfliktet fizike që viktima kishte me banorë të tjerë të zonës për shkaqe të ndryshme. Të paktën 30 deri në 40 metra mendohet të ketë qenë distanca që autori ka qelluar viktimen duke lënë të vdekur në vend. Sipas hetimeve paraprake, Sulën e ka prekur plumbin në pjesën e kurrizit dhe me pasi ka dalë në kraharor dhe si pasojë humbjes së gjakut dhe prekjes së organeve ai ndoroi jetë në vend. Megjithatë, hetuesit po verifikojnë dhe faktin që autori kishte dieni për lëvizjet e viktimës. Ky i fundit pasi ka parë ndeshjen, është shuar nga lokali dhe është nisur drejt banesës. Dyshohet se një person që ka vëzhguar 50 vjeçarin mund të ketë vendosur në dieni autorin për lëvizjet e viktimës.